E ke përmend një deklarat në një prej intervistave duke thënë që në fakt duke pranu ndarjen tënde. Sa ka pas ndikim kjo? Edhe si e kam prit publiku, ose sa ka qenë reagimi në rrjetet sociale ose nga njerëz? Po normal se s'kom pas edhe qysh me ik kësaj pyetje, kështu që unë kom pa ma të arsyeshme për me deklaru të vërtetën. Ndarja nuk është e lehtë për askën, e as për mu nuk u kanë. Unë jam tërheq edhe jam nda mënyrën ma të mirën të mundshme. Të betona që unë jam nda momentet kur ish partnerin tem e kom dashtë edhe e kom respektu mas shumëti. Për mu kjo, jo që su kon e letë, po su kon heq e letë. Po ka njëherë për me konë të lumtur të dy palët, duhet me pas shkëputjen. Se për mu është ma mirë fëmija jam u rrit i lumtur, edhe mu njësë sot i lumtur, se sa me kam për ditë në shurën. Unë s'ko mujt me pranu kur, me jetu, me një shtëpi, me një familje ku unë kam non-stop zhurën. Okej, cila ka qenë ana më e errët që ndoshta të ka shty me bu vendimin final? Nuk është që e kom vendos ndarjen mrena një dite. Kom duru shumë, po një ditë ma u bo ballë qësë qka. Edhe ana më errët, dhuna psikologjike, fizike, që e kam bo ndër vite. Në fakt. Në ato momente ma e pash që familja nuk mundet më majt me zërë. Vetëm kjo nuk bëhet. Edhe e pash më të arsyeshme paktën me pas kryt, që shtojnë kryt e qetë. Po, mendja është ndoshë, në fakt, edhe një familje është ndoshë edhe nëse nuk munden me qenë bashkë. Po, s'funksionon, është diçka normale.